Përshëndetje të gjithëve, po nis këtë video duke u thënë të gjithëve gëzuar festat e fundvitit edhe Krishtlindjet për të gjithë ata që e festojnë. Tani, siç e shihni edhe nga titulli i videos, unë kam bërë shpenzimet për vitin e ri, por jo të gjitha. Disa të tjera do t'i bëjmë nesër, do shkojmë në një market tjetër, sepse te ky marketi që isha tani tek Lidl-i nuk gjeta gjërat që më duheshin sepse kishin mbaruar dhe ishte plot me njerëz. Ishte full dhe kam ndenjur gati mbi gjysmore te kasa në radhë duke pritur që të paguaja ushqimet. Kështu që unë do nis duke ja treguar juve të gjitha çfarë kam bler. Ky është part 1 dhe nesër do kemi një part 2, sepse kur të blej dhe gjërat e tjera të marketit tjetër, do ja tregoj edhe ato se nëse dëgjoni një si zhurmë ujë në sfond, është zjarri tek lëkundja vet, edhe ajo lëkundja është në vend në prizë. Edhe tundet vet, ndërkohë që ka edhe muzikë. Ka edhe muzikë të thjesht, ka edhe zhurma shiu, natyre, erë, nuk e di çka ka tjetër, më duket ka edhe zhurmë kali. Nuk e di, zhurmë kafshësh. Por që zjarri ka shumë qef zhurmën e ujit, të shiut, vdes, edhe prandaj unë e kam çuar ata. Edhe është duke dëgjuar tani, po e shoh, është dhe duke parë nga dera e balkonit. Është i qetë pra që dhe unë të bëj video. Kemi marrë 3 çanta të tilla, por janë pak të rënda, nuk mund t'i ngrej të gjitha. Edhe në fakt kam marrë dhe gjëra për shtëpi për dita, nuk është se kam marrë vetëm për vitin e ri, sepse për vitin e ri më duan dhe gjëra të tjera, në fakt doja edhe panetone, por nuk gjeta, ishin mbaruar të gjitha. Po thotë se janë panetonet këtu. Po filloj pra. E para është një prosciutto pule. Duke qenë se vitin e ri si vjet kemi vendosur që ta bëjmë me fruta deti, edhe me prosciutto dhe me djathra, pra jo me përshesh edhe me gjelë deti si e bëjnë të gjithë, sepse këtu është shumë e vështirë për të gjetur bukmisri, domethënë nuk ka, veç po ta bëj unë vet. Unë e bëra një herë para 2 ditësh dhe nuk më poq mirë nga brenda dhe më ka dalë si kulaç ai përsheshi dhe ishte i shishëm, por që nuk dua të rrezikoj prapë për natën e vitit të ri, ndaj do ta bëj me produktet e detit. Kështu që kam marrë gjëra të tjera. Kam marrë ginger, këtë e kam marrë për të bërë lëng, sepse bëj lëng me selinol, me karota, salvatore dhe ginger për të pirë. Nëse, kam marrë si këto hurma arabie, sepse më pëlqen shumë. Kam marrë kumblla të thata, këto janë shumë të mira. Janë dhe pa para. Kam marrë një pako me ara. Kam marrë një pako me bajame. Tjetër janë këto rrepat e kuq, sepse i dua për të bërë sallatra. Janë këto boronicat, e dua për të vënë në pjatë me djathra. Tjetër kam marrë një qese me spinaq, sa i mirë spinaqi këtu. Është fije, siç e shihni është edhe i larë, kështu që është super për të gatuar dhe do vetëm 5 minuta për të gatuar. Dhe unë s'përktoj fare të bëj spinaq, sepse në Shqipëri kur e blen spinaq është shumë e tufa, është dhe me balë, duhet ta presësh, duhet ta lash shumë herë sepse ka balë. Tani kam marrë një pako me oktapod, ky është i zjerë. Nuk e di se si do t'i gatuaj, do të shikoj disa receta në internet. Do shikoj disa receta në internet edhe do t'i bëj natën e vitit të ri. Kam marrë salmon. Këtë do t'a bëj me pana, sepse kam gatuar dhe bëhet shumë i mirë. Kjo është një prosciutto tjetër italiane, është me pistachio. Kam marrë fileto pule, këto i duam për të bërë të thjeshta kur ham pilaf dhe fileto. Kjo është salmon tjetër, edhe kjo është me pistachio, por kjo mund të hahet kështu kruda, me sallat. Këtu është një pako me rush, piku dhe çanta e parë. Çanta e dytë, që është kjo. Është një pako vogël me sallator baby. Janë këto pomodorit.
është një pjepër, nuk e di a ka në Shqipëri akoma pjepër, po ky është mjalti i ëmbël. Është nga ata që janë ngjyrë portokalli dhe është shumë i mirë. Kam marrë këto barbunjat për të bërë gjell, sepse më pëlqejnë shumë. Kam marrë këtë lakrën e kuqe, edhe këtë e bëj sallatë me salcë kosi, me karrota, me hudhra. Edhe nuk e di çfarë tjetër paluderi, krip. E nesër mund ta bëj në një video tjetër këtë sallatën, është shumë e shijshme. E grinë rende, domethënë. Edhe i përzjem me këto që sapo thash. Tjetër kam marrë si këto domatet kështu. Janë shumë të mira. Kam marrë vetëm 3 kokra për sallatë. Sepse unë kam këtu, kam speca, kungull, kam dhe domate. I mora veç për sallatë. Kam marrë pak qep sepse po më mbaron në ato që kisha. Fjaj, zjarri që po më parë mua ndërkohë. Tjetër, kam edhe këto, në mushmolla. Ju besoj që këto mushmollat janë pa far, por janë shumë të ëmbla, nuk e di janë të sharpora, më duket me ndonjë mollë apo ti. Mbaroj edhe qesja tjetër. Këtu janë, është qesja e fundit, e kjo janë disa speca të kuqe. Është një qumësh për cappuccinon time. Është një pana për makarona ose për çfarë do lloj gjëje tjetër. Kjo është një pana e ëmbël për të bërë tiramisu ose dhe ëmbëlsira të tjera. Këtu është një mango. Kam marrë nga këto mini mozzarella dhe këto për të bërë mezet në pjatë. Janë 2 copë. Kam marrë një djath me tartuf. Shikoni si duket. Është kaçkallall me tartuf. Janë disa frutta plulli të ngrira. Këto i kam marrë për të bërë smoothie. Është ky cottage cheese, është si afërsisht si gjiz, por është pa krip, pa asnjë gjë, por shumë i mirë. Tjetër kam marrë janë disa ullinj, pa fara, por janë me specë të kuq brenda. Është kjo buka, është që si baguette, kjo vjet në frezë edhe piqet kur të duash, është me gjark edhe me erza, me majdanos, me kote. E vë në 200 gradë për 10 deri në 12 minuta e ka këtu. Piqet edhe hahet direkt, sikur e ke zjerë nga furri. Është një purko me fasule, sepse nuk ishe doja të bëja sot fasule dhe nuk ishe mbaruar. Dhe fundit, është kjo salca për karkaleca, sepse unë doja të merja karkaleca, por ati kishin mbaruar si që thash, nuk ishte dhe do t'i marrim nesër, kemi për të marrë karkaleca, panetone, nuk e di çfarë tjetër. Pijet dhe më duhet disa detergjent në fakt, më duhet dhe aromë për rroba se më kam mbaruar. Ilaç për rrobat e zjarrit, që dhe i më kam mbaruar, ka pak dhe më thënë në fund. Kaq. Nuk e di, po duhet të rregoj nesër në videon tjetër, kështu që shihemi në part 2.